Çka është absolutësia e Zotit? Është domethënë përkryer dhe përsëria dhe absolutësia e Zotit në jetën e tij, në cilësitë e tij, në dijen e tij, në fuqinë e tij, në emrat e tij dhe në gjithçka që ka të bëjë me të. Thot Allah subhana, "Walillahi al-mathalu al-a'la wa huwa al-azizu al-hakim." Thot Allahut i takon shembulli më i lartë. Allahut i takon shembulli më absolut dhe Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Dhe në besimin e absolutësisë së Zotit është edhe mohimi gjithçka që përbën mangësi për Allahun. Domethënë Allahut i mohohet gjithçka që do të ishte mangësi. Për arsye se nuk mund t'ja pohosh edhe absolutësinë, edhe t'ja pohosh një herazi edhe mangësinë. Saktësisht e mohojmë që Zoti mund të lodhet, e mohojmë që Zoti mund të harrojë, e mohojmë që Zoti mund të ketë pafuqi, e mohojmë që Zoti mund të ketë kotje dhe mosdije kështu me radhë. Kështu që absolutësia e Zotit është unike dhe është e vetëm për domethënë krijuesin që është i pafillim edhe i pabarim. Mes këtyre që ja mohojmë Zotit, mes këtyre domethënieve që ja mohojmë Zotit, mes këtyre vetive që ja mohojmë Zotit, është edhe loja, zbavitja dhe argëtimi dhe kotësia dhe paqëllmësia. Saktësisht nuk besojmë që Zoti bën diçka për të luajtur, nuk besojmë që Zoti bën diçka për të zbavit, nuk besojmë që Zoti bën diçka pa qëllim, nuk besojmë që Zoti bën diçka kot. Saktësisht përderisa e kena pranuar për Zot, e kena pranuar për absolut. Dhe përderisa e kena pranuar për absolut, besojmë që ai nuk bën diçka kot edhe pa qëllim. Thot Allah subhana, "Fa hasibtum annama khalaqnakum abatha." A mos mendoni ju që na ju kena kriju për kot? A mos mendoni që na ju kena kriju për lojë? Domethënë, çysh është e mundur ju me ju shku mendja që Zoti bën kësaj? Domethënë, në moment që ti ja mendon Zotin për absolut, e mohon çdo formë prej formave të, domethënë, kotësisë edhe të lojës. Sikur sa thot Allah subhana, "Wa ma khalaqna as-samaa wal-ardha wa ma baynahuma la'ibin." Çka ka në qiell dhe tokë, mes qiellit dhe tokës, vetë qiellin dhe tokën, nuk i kemi kriju duke lujt. Nuk i kemi kriju duke lujt, thot. Pastaj thot Allah subhanahu wa ta'ala, thot, "Ma khalaqna as-samaa wal-ardha wa ma baynahuma batila." Tokën dhe qiellin dhe çka ka mes tokës dhe qiellit nuk e kena krijuar për kot, nuk e kena kriju domethënë pa domethënie. Sikur sa thot Allah subhanahu, "Wa ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma baynahuma la'ibin." Nuk e kemi kriju qiellin dhe tokën dhe çka ka mes tyre duke luajtur, thot, "Ma khalaqnahuma illa bil haqq." Në të vërtetë nuk e kemi kriju për diçka tjetër vetëm me të vërtetën. Domethënë fakti që Allah është absolut, i bie që veprat e Allahut dhe ato që ka bën Allahu janë me hak, janë domethënë me një të vërtetë, janë me një qëllim, janë domethënë me një urtësi. Kështu që ne ja pohojmë Zotit urtësinë absolute. Ja pohojmë Zotit urtësinë absolute. Saktësisht, ashtu sikur se ja pohojmë Zotit fuqinë absolute, ashtu sikur se ja pohojmë Zotit dijen absolute, ashtu sikur se ja pohojmë Zotit mundësinë e krijimit, që mund të krijojë, mund të sjellë diçka nga inekzistenca kështu me radhë, ashtu ja pohojmë Zotit absolutësinë e tij në çështjen e urtësisë. Domethënë, gjithçka që e bën Allahu e bën me një urtësi, e bën me një qëllim, e bën me një të vërtetë, e bën me një domethënie. Nuk ka diçka e cila është pa kuptim, e cila është pa qëllim, e cila është domethënë thjesht kot,